Nëse ndalë mund që i kom bërë të orë, zënë unë i drogë, une e me zvetin e mes. Shkaj e ma një alti, e marrë edhe me zvetin. Bile shpijës më thonë, hajde për del mbache. Punë dhe shka, s'moj se s'janë të më punu në kompë, nuk janë të punu mu. Edhe e një vjetin që freka me me në këllicë. Pa mu ka la peru në emergjensë, pa kak kërpinje. S'kisha zvullnet mu, së më zake gjumi, se çdo gjësore më rëke. Teri po vi gade e morë që të një kësjen. O zënuni kam ja bani gjësa vetës. O me dali jashtë, o me mytë vetën. Jenë t'i keq, pas largoje punës? Po qysh E një një bërë lëzuar? Qysh jo. I veçantë me nevoja? Gjithë shka jam një emocionum, edhe një gjithë mund jetë a jam e nuk u konë kur e knasht. Kur e knasht nuk u konë. Sa t'ka bëhë kjo më distancu me njerë, që ndoshta nuk e kia t'liri të rish lirë, të shoqërohë? Me një vjetin e vlatë lirë, se unë hinë bërë me një kave, si ta që si këtu, si në ferizaj, si në kasan e kësi, keve ku keve, trokë, sulmi, të shkëqyri njerës, e një vjetin të nënë imi emocionum, avë më pa njerës, unë kam qemës me më pa njerës, me ikë dikush me një qash, me ikë, po tukëtan që po bine e kom për në shkarme, për që me kryja në sen, ma mirë shkarra vetë o që atë. Si e përballon ndjenjen e pafaqësisë kur trupi nuk është aq i bindur për të krijuar diçka ti, për të mund bërë gjithë ato punë çlirë? Po nuk moj Allah me punu, në kusho. Unë edhe orën e kam, s'moj, bile shpijës më thonë, hajde për del mbache. Punë dhe shka, s'moj se s'janë të më punu në kompë, nuk janë të punu mu. S'po moj as me hec, as me lujt, as me nëzi që heci. Çfarë lloje terapish apo banash je duke përdorur? Dhe kam lëndu kanalin urinar, kur më ka rokë sulmi e më godi për të pije. Edhe jam lëndu, kam derët gjak. Ta shën të jekim të dhe emnin, rajoni Ferizaj emergjenca primare. Zenon, Përdori, kjo të kërthal përdori që 30 vjetë. 30 vite ke? Po. Ta e morra sot, se lukti mu ka prish, nuk të mongër as buk ose të mongër. Alo buk nuk mongë për mëngjesit, para me nuk të nuk kam të me pi pa buk, unë e rëzikova. Sa rrezikove? Se rëzikova se s'pëm halët buka. Ka ra imuniteti keq këllu. Ke oreks bukës? E s'kam. Për terapi se buja bën, a i ki gjë, dhe më thënë, kushtet familjare për me t'i ofru këto të paktën të bana ti marrësh? Valla, nuk janë kushe, se gjë sen tash kanë hypë, se sen. Me kontrole, me njëzime, me analiza, me gjithë sen kanë hypë. Për tek kësaj, si e kalon ditën kur je mirë, nëse nuk je këto krizat blecike? Unë të kalzoha, si kesh mirë, si kesh, kur të më thirën shok me dalë, së ndalë. Unë kur isha të lujtë të, ato shokët e me, dhe më thonë kam edhe emocione. Pse thamë, kush jam konë, kur i kom pas 15 vjetë, kum ga, kum lujtë, kum rujt lopë në radërzhasë, i rujshmi, sot më ka hubë gjithë shka. Vend që unë e tash, në këtë rini mu knaqë, me dalë, me lujtë, zënë unë të gana për mjekë. Vështirë është sigurisht, e kuptoj Zenon. Edhe e një vjetin që freka me me në këllicë, frek. Pse kja frikë? E kam frikë se kom se janë të punu eqë. Ti aktualisht... Para dhe dite që të më ka dhomë, e që tu. Që e shpaloj, më dhe këtu e shpaloj, le ta shuën njerë se thuën. Që në pika ku janë. Që, se s'ka pas vend të ishta shguri u po, ka e ka dhomë. Unë e u të që dhe që po më lojnë gjysë njeri, ose në dhe ke muskull është, ku a muskull ki drejt. A ka Zenon do një gjë që t'je forcë ty, që të bën me besu në familje, apo për gjitha këto? Kjo nuk të banë kur zhomë më të forcu. Kjo veç ka të ranë. Nuk e di për ka i tërë kjesë muje. Pra bisedoa me një qytetar era për rrugës Varoshit. Ku jetë është kohë zënë dhe qështë është? Me bo një intervjista ne dhe shka me bo që jam me epilepsi. Zdi për tha karë kjesë muje kështu. Dukur t'i ka fshoj që keti ku më vrasë. E kuptoj. Për tek kësaj, çfarë ëndra është për të ardhmen ti Zenon? Çfarë do doje të bëje nëse gjendja jote përmirësohet? Çfarë ëndra?
A vllave jam. Pa ta thamë, mësë më gushtopre, me që këtë të thuj, me për të përmirësu jeta. Po teri sot, 29 vite, më koni ishë përmirësu për vllave jam, bre. Mo për vllave jam. Se thua që të ka hu çdo shpresë. Po më ka hu shpresa se jam lull, mo, jam lull. Sikur me një sen, ku të thush, një orë se di një liva, se punojt këtë tokë, mo, se s'ka herë pesojna. Edhe pesë mujës të eme, mo, s'ki trajtim. Tena në Kosovë është mjekësia e dopt. E dopt është edhe pikë. është mjerim, këta më të thonë një doktor, një infermer, që del bleje që një mjekësia në tje. Unë të këput magistrarën dhe është, aje përgjithësit më rokës muja, a më shqilë një kërë. Të do të një funizu shteti. Për shka mërë jemi shtet, për shka jemi shtet. Ku janë të shku të toksat tona qytetarë, hajtë ku janë të shku? Ku janë ka shkojnë? Besëni që mua më ka mërzit jeta. Atë ka përme këto që të andra tua, dhe më thënë të mos kesh bindje që të të realizohen? Shumë njeri më ka thonë, zënuni pashti havët. Ja vëllaj, ushtrin për qefesh, një mund t'i kosh pare. Ke pasur edhe? Kam pasire, bullëzim është kjo, ofendim. Ofendime ta shkurtojnë gjysën e jetës. Mua ndashta nga mendja, së në më zënë gusht. Po mëse kam këtë sulmin epileptik, këtë mon 4-5 sekunda, shën. Amo jobi nuk shkën jeta gjithë më me qytetarë më të ofendu. Ma bre se kemi Allah mbi kokë. Duhet ta dime që nese pas nëse kemi me dhaj para Zotit. Sigurisht, do t'japim në vajnë gjithë. Gjdo sen, lumja ai person që më ofendon. Veç ai person ka më kallë. Theshin më sjep ti pare se kjo e kesh përdor drogë. Unë i kom bo analizat. Na mujna me shkulla tash, me këta me bu ku dush. I bëjmë analizat edhe dalin analizat. Qysh janë, nëse ndalë mund që i kom bërë dhe orë, zënë unë i drogë, unë e me zvetin e mes. Shkaj e ma një alti, e ma edhe me zvetin, të në plapë. Po njerës pëse nuk kanë shpirt, ajo është se nuk janë sprovu më ta. A në momentin që t'janë sprovu, atëherë nolet pashtaj. Po, si sprovën Zoti edhe, s'ka me po. Çfarë mesazh do të jepje njerëzve që nuk e kuptojnë se sa e rëndë është epilepsia? Epilepsia është shumë e rëndë. Mas muja ma e rëndë se ke është. Ne thujmë si qytetarë, që ta shti po bim pak si në pika shkurta, kanceri u me e rëndë. Kanceri nuk është me e rëndë. Se kanceri është veç ulish edhe mund është me pi një qaj, një gotë, sak, diçka. Kjo vlad gjunë për tokit, unë e mbuzqet. Unë e për të kalëzajnë, unë e mbuzqet. Të kalëzohë, ka ndohë të më shkelë, u konë të më shkelë të në kërë, në kambion. Kanceri nuk bëngë se sejnë. Mu më ka ndohë, në ka qëllë, në ka rokë, së ullë me epileptik, së më ka lonë kërkosh në dimë. Unë e si më sta marë, që atë një kësi janë qëtë sus, unë e në badi hava, pi kokra. Shpresoj që gjithë njerëzit e vullnetit mirë të historitë jetës që kanë ndihmuar shumë familje, shumë njerëz në nevojë, do të dalin ndihmë ty sepse ke nevojë shumë, o sot o kur, për të ndihmuar Zenunin, i cili një person i cili është duke përballur me krizën epileptike, një krizë që është shumë e madhe. Mu frikë tash më ka thonë që kesh tash të mjeku, tha që të tha ka nisë Zenun më të mbledh kelp. Një fjalë gjumë e Ministrisë së Shëndetësisë quhet absces. Abscesi është lidhë me kelp me gjak. Aja duhet mu operu me bresk. Si shta kalzova mu ka operu në emergjensë pa kërpinje. As inni më të pindje shka, ku qilës më biskaut. Unë isha pe ki pjetriati e natë repart tjetër. Shka o të biskaut. Ky pacient, gjithë të kosh nuk piska pi qefit. Na e kemi pa një therë më në hinë ngesht, 2 javë kime vajtu, kime lidh, kime mojt, e se kjo po barbalohet 29 vite sakrificë. Këto vështirësi që ke kaluar ti, Zenon, e kuptoj, kanë qenë shumë të vështira, shumë të rënda për ty, sidomos për familjen tënde. Vallai edhe familja eme kanë hek. Edhe janë të hek shumë. E kuptoj, nuk është. Edhe janë të hek shumë, mund së më ka me të rrugë tjetër, e them ja bëna i gjeza vitet. Për çka mendojnë vetët me ta? Po qëre, kur të lohet njeri me një problem, diçka do të me bo.
Jatët me ikë për këti veni, jatët me e bani gjësa vetin me mytë vetin. Dy janë. Dy emocione kemi. Ka shkë zjedhje. Dy pozicione kemi, gazetarë. Dy pozicione kemi. Jatët më shkëru dikon, jatët me mytë vetin. Nuk shkan kja jeta gjithë mund me ineksione. Qka më duhet mu e jeta me në kalicë. Unë që taj në kem të mujtë, për nevojët minja ku qkajnë toalet, e se me në kalicë tala me u thonë shpive, ka një majëm. Ka bon vaki vlave jem, më ka shtim kala. Se kom ra pej kadës, kom ra, se kadën e kemi ka që si qenë që ku të pishtë ujtë. E me ra me ka përsi konë, që është ta. Kjo është emocione për muë. Unë i kam edhe dajtë e me, i kam që janë që punojnë në report e sejnë, po gjithmonë nuk shkam ben jeta mjë li për dajve. Kanë ndihmuar në rast të tilla kur ke pas nevojë? Më kanë ndihmuar dajt, më kanë ndihmuar faleminderit, neve na kanë rreq shtëpia, na kanë rreq. Na kanë renovuar, na kanë mojt me ushqim. Amo me smundje të me, unë jam lodhë. Çfarë po kërkon ti? Unë vëlla kërkaj ndihmë pej qytetarëve, më ndihmu dikush, edhe me këshy me shku Francë. Pse tha që në Francë kërkon shërim, jo në Kosovë? Po, Franca që smundje është fjala e fundit, që e shëran. Nashta bashkë më shëru jo shumë, po nuk kriza s'ki. E është puna që unë e vetë nuk guzë me shku. Mami s'morët me orë se mami më ka unë që s'mën me tyje. Lavin e kam punë, motra, i ka punë të veta, gjona private janë ata, është amën e kanë lidhje, ku për të ashtë njeri? Se nanas më të të marrë, është në mosh? Është në mosh e vitë. Ja, mire, po, edhe që shtu me tensione, me sheqere, çdo smuja, mo. Ka gjendje të shtafar me që Po, amo nuk mundet me një thafër me, nuk mundet. Ti me arë në shpe, me pa ka uqët, këtë ka uqët i këm prishë. Së në gjerën e këm shkuq, ka uqët, jastikin, pikant e gjusha a gje. Kur i shesha, kur u këfjallë qa, o zot, nërma shpirtin. Pret fund jemi të intervistës, një lutje për gjithë ndjerësit e vullnetin mirë të historisë të jetës që po na ndjekin numër të madh. Unë i los qytetarët e historisë të jetës, tu më kishin një mu me ato mundësi të veta, sot kanë mundësi me bon sadak. Unë e di që edhe ato të historisë të jetës mojnë familje, po unë qojnë 5 qojnë, për me mojnë familje. Unë mu zënuni peje orës 3 gjumë nuk kanë sy. Se të rro kriza, veç dalëshas, si ho dalësha ndritarë, që të këshyqe. S'kesha zvullnet mo, së më zake gjumi, se çdo gjysore më rake. Te eri po vi gati e mor që të një kësen. Mua që pjes më tojnë mas merë një kësia, mjek më tojnë mas merë. Po shumë më vëlla të raportin, në rëllu logët i këmë tonë, raportin shumë më me dalë në Francë. Ta nuk e lëshojnë. Thënë ki shërem këto, shërajmë, hajde shërajmë, hajde. I kemi shumë në religjijës që nga kam bëngë se vepra penali, shumë vepra psikiatrijës. Më ka nejnë për psikiatri, në religji, më qëtën në Balkan, më qëtën në të mund në bërë, mos në mërë në mos e, të e rarën të televizioni. Se kënë të hu punë në to. Çka ke mas shumë të nevoj, Zenon? Unë e marrë jesëm një penzion 120 euro. Po ku gjë në kumë dajnë. Unë e ma shumë jem t'ju tutë të zotëri gazetarë kombe. Kombe jem t'ju tutë ma shumë që jam du me metë në kalicë. Ka frika që do të humë do shta edhe... Kombe, nuk janë të më punu, nuk pëdi, apo mund të me esë tere dhe gjaminja që t'jem me shumë. Pa më dhe vetë, është gjithë shka E po që jasha drezë. Sigurisht e pate vështërsi në heci shumë. Po. Ta bëjmë të kjarë për gjithë ndjekët të societetës. Gjithë shka është ajo që ka bëjtë raton Zenuni është në ato që ka po thotë. Po. Edhe unë shumë, unë prape e përsëri herën e fundit pja full, mas jemi fund të emisionit, Zenuni kam ja boni gjësa vetës. O me dali jashtë, o me mytë vetën. Dy janë. Lutem Zenuni. Jemi lo me këtë problem. E di që janë është ta për juve keq, e juve keq, po njeri ku të lobe një sakrificë. Ja që. Duhet bësh i fortë. Ta verifikoni. Për hir të familjes. As një cent. As për ilaç, as për smundje, një akë me bli 20 cent në kusht.
Mazadorën, unë premtoj Po. që si histori të jetës, si gazetar, do të ndihmojmë gjithë njerëzit e vullnetit mirë. Sigurisht që do të takohemi me ty prap, do të bëjmë pamundshmën të paktën të dalim në shërim për ato siç ka duhet. Të uroj shëndet, më premtoj që do të jesh shumë i fortë. Respekt edhe për ata të histori të jetës që po na ndjekin. Të uroj më të mirat në jetë, shëndet ty. Shpresoj që gjithçka të rregullohet. Inshallah, dhe bej, gjendja inshallah. jote Mirë në këtë vend nuk ka. Po inshallah, po mirë nuk ka. po mbese me shpresë paktën. Që në ditë Ashtë do të bëhet mirë. shymë. Të uroj më të mirat, shëndet si dënon.